Përshëndetje shikues të nderuar, në emisionin e kësaj jave përballje me gazin, përballë meje kam njërin prej deputetëve më të zëshëm të LDK-s në mandatet e pas luftës. Pra ishte 2 herë deputet, 2 mandate në LDK-s, ndërsa në këtë zgjedhje pas disa viteve pauzë, po konkurron prapë për mandatin e deputetit. Përballë meje është zoti Fadil Geci. Zoti Geci, mirë se erdhe në emision. Faleminderit, përshëndetje për ju. Pas ka shumë vitesh pauzë prej garave politike për deputet, çka ju shtyni me konkuru prapë? Do të bëjmë shkurt. Gjitha proceset të mëdha që kanë kalu ka Drenica. E ka Drenica kanë kalu dhe ka ne, ka shtëpia jonë. Në tanë ato punë që në bon në dhejtën, prej pajtimit gjaqëve, themelimi i demokracisë, fillim, hapja demokracisë, zgjedhjet e para, referendumi për pavarësi, kushtetuta Kaçanikut, zgjedhje tjetër, zgjedhja ministrave të parë, shtetit që janë bën punë të mëdha kanë kalu në për Drenicë dhe kanë marrë anën historike. Në ato procese kemë qenë si familje. Si familje të përfshime në procese. Unë kam qenë, ai që kam fillu spari proceset në demokratike në 90, jo që jem politikan. Po na u ka imponu në ato. Por më thonë, i ke fillu procesin Drenicë. Drenicë, më spari, për më themelu lidhja demokratike, unë kam qenë personi i parë, ne Fadil Geci me Hamzi Asharin kem shku në Prishtinë dhe e kena marrë e përsëritje shumë herë, e kem marrë tavolinën e familjes së Asharit dhe kem regjistruar njerëz lidhjen demokratike. Qysh tavolinën? Tavolinën e punës. Tavolina e punës atë s'keshëm në atë kohë ka qenë skomje dhe ata kanë pas një shitore, tavolinën e tyne të shitores, e kena marrë, e kena prunë në Skënderajnë lokalin tonë, edhe njerëz të parë që unë me regjistru është Fadil Geci dhe Hamzi Ashari. Kjo është 2 milion % e vërtetë se gjithë mënyrë. Kurse kanë vazhduar edhe procese tjera që janë lidhë me këto 2 familje. Jo që e kem dashur as politikën as që po kur zori po troki që ne me historinë na ka rohise si familja na ka rohise çdo herë tana punë që kanë kaluar asajde. Edhe në 45-ën, edhe në 12-ën familja jonë ka pas ftesën për pavarësi me moshë Shqipëri, edhe na u ka vrarë moshti në 12-ën. Edhe në 45-ën babgjysh e 4 gjysh që se kanë pranuar ideologjinë slave. Aty ka fillu lufta Drenicës e familja jonë ka qenë prise në ato procese. Edhe në këto ditë të fundit që urxue komunizmin në Jugosllavi, në Drenicë kum filluan. Komunizmi në Drenicë kum filluan me shok dhe kem rrëzu me shok. Në ndër të parë kem filluar dhe kem rrëzu. Dhe pushka e parë në Drenicë është e lidhur me 2 familje, familja Ashari dhe familja Geci. Domethënë këto procese kanë kalu kana, dikush është mundu me i mbyll, po këtu janë kana. Po kësaj radhe e poshtë kam qenë 2 mandate deputet në kohën e Ibrahim Rrugovës. Nuk i kom thonë une, Ibrahim Rrugovës me mlon, a i më ka lo vetë, e ka caktu numër, Fadil Geci ki me konë numër 13. Hajde këtu, ti je qëtu, dhe qëtu prekne, këtu e kënejna, për mas mundi, këto më se prekne. Ase nuk kom favor me ta caktu numërin 13, se e hi automatikisht, për shkak se listat e mbyllën. Këtë qashtu, po unë na kem mendua të rëma ndryshëm. Na kem mendu me gjithë njerëz më të mirë e më të mirë. Unë jam kom fakultetin, kom pas të magjistru, jam kon edhe ku menu që do të më pas njerëz hala më të mirë me çu na drejtim, çashtu më ne shumë vlerat. Po ai ka thonë ti duhet me qenë këtu. Hajde këtu. Edhe aty ka me, domethënë, mos je. Te Ibrahim Rrugova, do më ju tregu se tash pse politik. Te ai njëri kur kem filluar proceset i kum po 3 sene. Që është fuqim një familje nacionaliste, që ja kanë vrarë babë e babgjysh, që mi kanë vrarë edhe mund, 45-ën, kjo 2. Dyta, krejt akademin e mendjes, kur Kosova met pa asnjë institucion, e afroi afër veti. Edhe e treta, nuk ka pas kun që ka përdorur se njerëzit po shiten, ose me pare, ose me diçka tjetër, të ajt nuk ka pas. Këto 3 sene, i ka pas ofër edhe në familja jonë, edhe vëllezërit e kem pas blanko të aj, mo nuk kem këshyrë, veç kem e kem krypun. Gjitha punë të mëdha, po thëmë edhe njëherë, kur janë mbajtur zgjedhjet, është formu institucioni i Ministria e Mbrojtjes, me qeverit, e ka pas një emën aty. Ai emën ka qenë Anton Kola. Minister i Mbrojtjes ka qenë Anton Kola. Për fillim viteve të 90. Për fillim natë të dytën, kur i mbajtur zgjedhjet, natë të dytën,
Emni Saliçeku, të është i lidhëm koordinator me Anton Kolën. Dhe ministri mbrendshëm ka qenë Recep Xherxhi, një doktor Recep Xherxhi. Ju të jeni, po këto punë janë kështu, do thot njerëz e mendjes. Akademikët kanë punu e çdo hap edhe kanë lënë aty ku duhet, gjithçka është e pranuar. Asgjë deri sot mi kontestu para botës nuk ka mujt Çfarë shkap Drenica pile dykës mas tani vitet 99. E për dykyja e gjitë vetëm në Drenica. E tash, po të regojnë Drenicë, në pushteti, se shumë herë, po kjo, Drenicë pushteti o morë me dhunë. Dy grupacione kanë qenë në Kosovë, dy grupacione, njeri për shtet e tjetëri për pushtet. Grupacioni që ka qenë për pushtet, u dosht me i vro ata që jenë për shtet. Dhe këtu i kem postu, pasuja Drenica në fillim unë i kom 6 shuk drom, për proceset demokratike që nuk kanë shupe, dhe deri sa ata jënë konë në përvena, jënë konë gjallë, ata nuk ka mujt dikush për shemë në bashkësit lokale të brojës, nuk ka pas tjetër një hakimeri u konë. Ajo konë profesor me 2 fakultete, edhe vro pas tjufte, rëthon andet pas qërume, edhe është hero i shpallën për president hero i demokracisë. Edhe Ismet Rahmoni në Qarev, edhe Gjafer Behrabin aty që ka qenë edhe drejtor, edhe kryetar i atij rrethi, dhe më thonë, tjertë janë të maltretuar, dhe më thonë, kjo është e vërtetë që për çata jem këtu me thotë vërtetën. Është marrë pushteti me dhunë. Janë vrarë njerëz, është marrë pushteti, nuk është dënuar kërkush. Edhe njerëzit nuk po duajnë kërcënimet edhe kështu është. Kjo është e vërteta. Prandaj kësaj radhe, pse jam këtu? Jam këtu se lidhja demokratike është bartëse e gjitha proceseve. Nuk jem me marrë. Nuk jem me marrë. Tanë në proceset e mëdha në interesin e Kosovës, edhe të lufta, edhe të paqja, janë këtë vi. E shoh që njerëzit Apo udhëheqli dykyja hala me vizionin e presidentit, ish presidentit Rugova. Shiqo, nuk ka vend që s'ka gabime. Apo të kem gabime, mas dekes tina ka gabime, plot ka gabime. Plot ka gabime. Gabimet janë njerëzore. Po janë njerëzore, po gabime... Po përmirësohen. Gabimi ma i madh është që janë përqarjet, në favor të shkojnë përqarjet. Ata që e kanë pas detyrë, ata që e kanë përqa, e morin përgjësin se lidhja demokratike është interesi i shqiptarisë. Nëse kjo forcohet, edhe vazhdojmë që tu shteti Kosovës forcohet. Gjitha punë kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht janë të lidhur me këtë frymë. Asnjë punë tjetër do të qesin gjithkush rezultatet, gjithçka tonëve ja u pranojmë çka u mirë. As kujt çka u keq. As lidhjes demokratike. Lidhja demokratike duhet me u bashku. Nëse dojmë për të mirën e Kosovës, duhet me u bashku. Është në çat rrugë të shku. Shiqo, tash që 17 vjet, 16 mas dekës presidentit, në Drenicë nuk kena pasur DDK. E kanë bllokuar në alt institucionet. Kësaj radhe u qel udhave. Unë po du me... Gania ka paralajmëruar se keni me marrë degën me restrukturuar tash edhe Skënderaj. kjo është hala se ku marrë degën, zyrtarisht se ku marrë, po ma kanë thonë me gojë, zyrtarisht. Unë jam themeltar i fillimit, edhe tash do të bëj përpjekje me riorganizu, po mi avlo trive. Këta më mirë me atë punë, po jam për çaty. Kryesia kësaj radhe më kanë thirrë mua dhe kanë thonë këtë punë për deputet edhe për me riorganizu duhet të jetë Fadil Geci. Ku mendu shumë, se nuk është lehtë, ku mendu, jam këshillue me vllazni, me rreth, me dashami dhe në fund e kum po tuës që është në interes me kon edhe jam aty sot. Keni posë sa vizita sa i kom po në rrjetet sociale na për Mergot edhe i kom po që keni posë këgja shumë njerëz në atë takime. Leke për shtypjen që jeni të morë më shtetje. A jeni të morë për një me më shtetjen Mergota janë bez fotografi. Është interesant diçka. Unë nuk jam ka strukturë, po kum shku si individ, që më kanë thirrë, po faleminderit për Mergota. Mergota është ajo që ka bon shumë për Kosovën. Gjitha punët e mëdhaja që janë bon, edhe gjithë njerëzit, gjithë familjet që e kanë shpirtin e pas, edhe në shpirtin e janë. Edhe Lidhja Demokratike, krejt në ato punë që janë bon pe Amerikës, organizimit, e në Bruxelles, që tash i kem Agimregjën atje, Batir Kastratin, këto që tash i brojësër Batir Kastratin, një person që e ka organizue, që tash si kuna të nëherë kërëkoj Ibrahim Rugova, që tash kam qenë, kam morë pjesë. Dhe më thonë, Lidhja Demokratike ka morë frymë, e ka po vetën që ka kem pas përqarje, kanë mendu milion jashtë rrjedha
Mergotën. Mergotë herën e fundit ka marrë këgja shumë votë. Po, e kanë menu milion, kanë gabu dikush kush ka mendu milion jashtë. Mergota është ajo që është e paq, e pastër me zemër, nuk ka interes këtu. Vetëm çka jep, nuk merr kur gjë. Ajo duhet me dhon fjalën e saj qysh e ka dhënë ditë më të vështira. Na ka mojt arsimin, na ka mojt luftën, na ka mojt paqen, shtetin e Kosovës e ka mojt mrena okupimit, e ka mojt Mergota. Ju jem mirë njës për herë, edhe ata do të vazhdojnë, e kanë kuptu, kësaj radhe besoj edhe më fuqishëm, që janë prekrojët lidhjes demokratike. Dhe programit të lidhjes demokratike. Vetëvendosja të qysh po kthyrmi për vetësu Mergotën, a di po ata janë tund. Jo, vetëvendosja po krejt, jo Mergotën, po LDK-n. Po ta, përqarja, qënimi i tina është kopja e LDK-s. Tu i mojtë sta vjuës, Tu i mojtë që tu... në rëguve, se në pimar nga të. E pa ta shtu është e sopi. Se 20 e diçka vjetë krejt partit, pa ka shumë përshkujnë LDK mënuen, na me morë sa tje se ka postë në fillim shumë, e ta në qështë. E tash, falemderit, kjo është shumë pyetje me vend. Unë e dëshoj që kjo organizim që ju kanë flu LDK-s me morë, e me që organizu, kena mu destabilizu e Kosova. Për shumë, pe i momentit që LDK-ja nuk është e organizume, u që organizu, edhe, a kem stabilitet në Kosovë? Nuk kem stabilitet në Kosovë. Pra ndaj, unë do t'jem një zë, i fuqishëm, jo veç LDK, se LDK dihet ajo, me thirë gjitha forcat e shnusha, familjet e shnusha, me u bashku për të mirën e përgjithshëm. A dini ju që kur i na bashku tonë, në mënyrë paqësore në atë kohë që, jo paqësore që s'kem pas tjetër ose, që kem dasht ato, i kem dridh perandorit, i kem dridh ato të fortat, se jo veç mrena, kem dridh, kem bo punë të mdhaja, që për apo na pranë, bota na trupë na ka pranu. Kurse me këtu përqarje, me këtu ndarje, edhe në Kosovë, por LDK është gabim i madh. Unë mendoj që është gabim. Unë do të jem edhe një herë një zë që do të bëj përpjekje me punue në drejtim që gjitha forcat e familjet, e fuqishme, që i ka pas, e i ka LDK edhe tash, edhe një kategori që është në heshtje, me reaktivizue për të mirën e Kosovës. Me rinjallë elektoratin për të mirën e Kosovës. Kam arrit diçka, pishë që është një frymë në drejtim që ta, ka kam shku, ka kam ecë në për Kosovë, në për të gjitha komunat, tuja kam shku, edhe në Mergat, kam lëviz, është një përkroje që i falenderoj shumë, ata njerës që kanë shpirtin e poqë pa interes, që kenë përkroje vllazit Geci. Falenderit. Që të njihëm pak të fort, njihëm pak se ka herë bëndën, thuti që këtu s'po ta di dikush, apo po është interesant që njerëzit vlerësojnë. Duke që se vlerësojnë, po është një vlerësim shumë i madh, i falenderoj gjithë, edhe na do t'jem me ta do t'jem, edhe ata do t'jen me neve, se neve nuk na duhet shteti social as orientimi i majtë. Nuk na duhet. Unë përkroj programin e gjatë. Qa në kupton me shtetin social? Qa do të me bëna ndryshime? Që du me thonë ndryshime të një duhet, unë ta shkurt pika, qatë drejtim që jepen, veç që tash, sa mjetët sociale që është në regullë, që familjet janë ngusht për 100 euro, po ma mirë është me bo një fabrikë në Mitrovic, me i ka 200, mi bon 2 milione, 3 milione, një fabrik, kemi rënesën përëndim që kanë Mergata, shembuj nga të regojnë udhën qysh me ardhit ajo, me ja mundësu me ardhë Mergatës, korupcionin duhet minal, se kjo në kullim korupcionin, edhe me hap fabrika me punu, jam ja udhën ka i qenera me mësu me nejtë, po me hop fabrika edhe me punu, edhe me rujt familjen tradicionale. Vitra për japën, që ka në sinevra, edhe veç përshkujnë po tash edhe kjo, mund të berët ashtu, dëshira jam, unë po thëmë dëshira jam, edhe unë e mendoj, që këtë drejtim, populata ka nevoj për një sinevra, edhe mund të bashtrohet, me thonë që të pështoj, po nuk o pështim. është ta fatë shkurt. Ja, oftim, një muj, 2 javë, edhe det e ka përcen. Po unë e mendoj që duhet shtërnguhet shteti, familja, fabrikat, me punu, edhe me kon një shtet i fort. E ato duhet me punu, e unë mendoj rolin kryesor, unë mendoj, e për që ata jem... Fabrikat im shelen mas lufte, ku me punu? E po tash... Njona për, nëjse, janë diso që ka nëjse, njona për ty në është një që këni privatizuj familja juve, dhe më duket ka vazhdu me icë dhe me konë këtë gjashëm e fuqeshme së da soj dite, po shumë icën s'kam po sukses. E po këtu është gabimi. Se s'patën sukses,
pat sukses privatizim në fabrikë. Apo më kallëzën që të po të regoj. Qysh ju pat sukses edhe shumica po thujnë zbohet ato, ju ndolë pi muët ato farë fabrika. Ato i kanë robë ma trup, një e kanë morat pasuni, edhe një farfurme e kanë blokue, edhe na kanë bo dëmë. Ne kanë marru banisa. Ne ke marru banisa, kanë marru banisa, e qka ato banisa? Qka kapitali vdekun? Për kuj na pi duhet? Ai kapital, hajde të këshyre në Kosovë, qëfar gjendje kem në për Prishtinë, në për të qëfar gjendje kem, qëka në do të. Njerëzit e vedeshëm, edhe ata që e ka në shesin me shtinë fabrikë. Ata unë përshën përëndim. Edhe kum letë zubë. Ata, edhe qatë kapital, që to ashet për më orë të i biboni studiet mirë, edhe me jetës për pora me punu me shti 10 punëtor 20. Na i kem, fabrika ju ka fabrika e blokat Skënderaj, ka punu me pejt 2004 që e kena morë, dheri sot me 150 punëtor, tash i kem 100 punëtor, që edhe kur kush orë nuk është me thonë falemderit që e keni 100 punëtor. Qa ku jem na? Me i pos, 10 fabrika me i pos, fabrika e plastikës u futlu në ndërtim, që u konë fabrika... Një bo market ato? Një bo market. Pa qka është interesa e më shku fabrikat në bo market? Krejt mësafir që i kompost dhe i reset, një pytje nuk me pa jabo, se janë një 50 metra këtu largë urës tibrit që kena studjen, që shpeshe punën e veriut Kosovës për 7 vjetë e funit, edhe të ardhmen e qasoj pjesë, ku është Kosova, është shku drejtu e trajtu drejt veriun, a duhet ma mira se të me bona. Qëre, qa më ndajune? Sot, isha me kryesinë e degës të edhe bisedum shumë sene, unë du me ju thot diçka, disa njerëz në momentet të caktume vendimtare vetë sjellët historia. Vetë sjellët historia. Shumë interesant. Unë e mora shembull një police që jo kry police Juvja. E mora shembull, më në mend që po do më thonë. Me emrin e dini ju kush është udhëheqësi aty, se emrin, edhe ajo ka qillu në momenti që i kanë lëshu uniformat. Ajo ka qillu aty udhëheqëse. Ajo ka lu histori e ka mojt. Ajo ka historinë e vetë që ajo e ka mojt. Edhe u forcu. Po dine diçka, qka o mirë është e mirë, po dine diçka, që Amerika e kish bazën nga të kufini. Dhja a dim shëqnija ju në diso tje, Amerika kish bazën nga të kufini. Thej keni doj jemi, mani këto men, na kur fillum luftën ishëm me dë kalosha, me dë, thej kanë e keni mas veti bre, thej shumë a mërë bushin, që a keni bushin? Ne po që të bushin, unë e shkaj ja fës shumë plok, Miloševićit, bitës Beogradi. Për bushin e pare? Për bushin atëherë që ishë, kërë fillum nasë, kërë fillu herët da. A e keni bushin me veti? O e kena na i thej shumë bushin me veti. Dhe po që të kimi po, këmë t'ja fut shumë plok, Miloševićit, bitës Beogradi. Me kush është baza Amerikës aty, qa na mbjen mu me tho më kullën bona? Më në men këto qa po të me tho, qka është e mirë, ishtë e mirë, po Amerikanët ishin atje, i kumë po më syjum shku, a dinti që o boza Amerikanë, i këtë gjangat kufin ish. A më qashtu? Atëherë qka, nuk ka interes, nuk e len Rusin më orë kënej. Tu jënë 2 fuqi. Foti jun është e i burrave tu që përmena që të organizimi, që kanë thonë çdo herë me misi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rogova ka thonë që shtën mitësi në partneritet me Perëndimin, me NATO në Amerikë. Tash, po kjo pak, Albini pak i ka prish punë pak me ta. A di që i thuën dikush që a ke po, unë tash po, a ke po dikush që i thëtë do thmi rrugën në një veti, a i thmija, ja pa ti dëshu plokë, ti delë që dytë bre që ke botë, qëre, ku ti thëtë Amerikanët që i thëtë, delë, ku të thëtë mës delë. Edhe unë mendoj që qka o bon e mirë, është farë mi duhet me i rukë shumë, me i thonë nuk na vynë këfori, nuk u dzoj, na është dami madhë, ma thosë na do të këfori. Me na leon, nuk po du me frigu se që ta jemë, po me bon me që ta, a po trazinat kërë ku, a u prek në uniform amerikane? A u prek në jo, ata ju ndolë, në momentër kërë në kohë maskunë që ju ndolë, tak, a ka prek kush ata? Do tjetë, edhe qëfar nacionalitetet që kanë pasu edhe në gjuhë. Italiane, hungarezës. Hungareze tjere, vëzveta, të lifore tjere, vëqë Amerikanë heqë. Në uniform. A pirujna në mjaftu shumë se popull raportin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E tash, unë këtu po thëmë, me i thonë dikuj që së më duhet këfori Amerika këtu, unë e jam e moj, a është gabim? Qaj që e përdojrë që të fjallë, ma në men këtu, është gabim dhe të vlove jam, gabim e ki.
Çka është e mirë, po në histori marrën mend këtu. Unë ju më dalë në veri, apo në të një kusë unë dalë, kumë po, është një freskia, është një ma mirë, kështu më po më sy gjithë çka është ma mirë, po thumë ti që është pa Ameriken. Thumë dikush që është pa Ameriken, do të më thëtë dikush që është pa Ameriken, unë ja pranaj, po kjo nuk është pa Ameriken. Do të miru që ata që na mojnë, që ata që na kanë formu qësete. Ata janë. Edhe ata duhet me punu. A e di pse u shku e ka përkrohar NATO, e ka përkrohar Ibrahim Rëgoven, se da ka thonë këtu kohar dhe Clintoni. A e di pse? Pse u konë gjithmonë çdo për amnesti me Shtetet e Bashkuara, misi me Shtetet e Bashkuara, misi me Shtetet e Bashkuara, demokraci, paqë, jo që paqë nuk me i pas punë të lyp shumë paqë. Nuk ka që lyp shumë paqë me i pas punë. Se me i pas punë veç me i prek me dy e këshëm shtyje Serbin dhe në Rusi e këshëm qu. Po s'ka pas tjetër se në kodë regla botës që nuk mund me hi një vend tjetër, u hi si çështje humanitare me pështu një popull, se për ndryshe u ko këshurit që po bojnë tash në për vende tjera, këshuri Kurdistan që kanë mujtë me bojë që në konë lartë partia komuniste kurtizone, ose LPK-ja që e ka qujtë armek, e tash përna, ose që e ka qujtë armek Ameriken, ose disa djemë tjerë, bës për paskot rështu marë, që këshëm bojë. Najna kotë rështu më 4 të rështu. Se dhe që e ki pik dëpt Amerikën, e LPK në falë, e ki pik dëpt LPK-n, sa të vërshtu ata janë kesë. Gjitha proceset përqarse, shqiptari për pushtet, i kanë bo ajo kategori. Po thëmë, to e marë përgjësin që ka flasë. Po për LPK s'ka doli që ke? Gjithë, kështu që ke u pushka porë në auto, unë jam Ibrahim Rëgoven. Në të dytën. Unë organizim është tarak, tani a e marruën se është tarak? Rënë është ajo. Rënë kanë rënu me rëna. Familjen Jashari, a e din ti që familjen Jashari komunikata 45 që ka thët? A thujnë që familja Jashari themeluse? A thujnë? A unë qashtu? Hajshka këqyre komunikatën 45, lije gazetar, lype komunikatën 45, lype komunikatën 5 të nënë. Familjen Jashari, LPK-ja, si ka konsideru të vetë? Pse u konë vishtet nëre? Si ka konsideru? Mas dekes po. Ata janë themelus. O Saliqeja ku themelus. Sulme të para. Vlozit Geci, Gani Geci, sulmi parë pas maltretimit tim, që ti që pishet që tu, që ka qenë si odhes politik, jënë vrasë sërbë me 7 ka në ato dytën. O zërtare ka me hinë liber. Se së mund kërkush me ikë. E kush jam une? Pse ata themelus? E qka jem kohë këta? Qka jem kohë këta? Kujna i duhet, manën men, kujna i duhet me largu pe një profesionalisti, ushtaraku e mi prunë muë që ju nuk jem ushtarak. Ti ke posë vëndet se kun ushtarak, ata ushtarak e kanë ditë që ako Serbia dhe në tut me i. Jo, së është është. Gjanë ka të në tamë, që ajo kështu me grauda, kam pritu me hi. Apenin që ta ushtarak që jërko që janë dë, janë tonë dënum për Serbia. Për Serbia në dënum, edhe unë jam i dënum për Serbia, kom letrat, zërtore. Jam i dënum për Serbia, që jam ushtarak. Nuk janë dënum tjetër kun që kanë prej, kërkun heqë veç për Serbia në dënum. Se aj ka qenë profesionalist. Aj ka ditë që ka shtetit. Nuk gud, e qysh me vepruën sëtë, edhe sëtë më këtu edhe njëherë. A me mbrojt kushtetutën e ka qanikut, a me vepruën basë qeverisë të Republikës Kosovës, a jo arë në laush, ka thonë arë laush, tonë i në kohë, qak mishet laush, i në kohë në letë e ke. Këtë shku rëguva shumë regat, vesh me po, se dhe qysh të rjek pak. Jo, në momentin vendimtar, shumë me po, qysh me po që në ato dytën i ke vrasërt. Po, u stagnu organizimi ushtarak, dhe me thonë shkajnë atë, edhe ne kam përshtypjen teme që mos të shkon familja Jashari, me ngrit një ndërzezje nacionale, nuk është bo dhe qaj e luft, nështë e shku dhe 2 vjetë. Mi frymëzu. E tash, pse me thonë LPK o familja Jashari, a ka familja Jashari? Na e kemë qu edhe herë. Natë, nitën u shku kryetari forumit rinur Adem Dërguti me Adem Jasharin. Shqipëri. Ka të regu Gania stu. Po të kjo zyrtore dhe të thëtë dikush që sa. Adem Jashari, Hamz Jashari ka qenë në Partinë Republikane. I ka do shtetin, i ka do udhëheqët, i ka do shtë intelektualt, i ka do shtë e familje ka qenë e shajtë. Dhe na e kem Rifatin Gjallëbër, duhet legjendo, haqë ka këshyra të falërimi i bënë. Aja ka njësë, aja ka ngri komën pasporit, këtë dorë për rejte. Gjallëbë, se s'përshkojnë mineru. A e përmenin ato, a e përmenin asë më ngecin kënë. Asë më unë ju kone, nuk u është tarak, po, a e përmenin, a e ku dekë të ta, a bënojnë mi bloku. Dhe më thonë,
Këto janë ato që kanë dashur për pushtet. Kush o penges me i likvidu, me i livdu deknit, edhe me me morë pushtetin. Pushtetin e kanë morë, për pushtetin do të mi majtë. E pushtetin me na hikë pe i visë, pra Amerikane o korës dhe ki madhë. Pra ndaj, unë jam këtu, ju marë këtu, kam fillu, se po dalim pe i teme, është interes. Edhe këtu, për kësaj radhë, mendoj që do televizi, frymen, rrugavjone, teshtun. Me bu një rinzolli mrana Një lektoratët. rinzolli. Hej, asni, ty frymen, rrugavjone, teshtun. Familjet më të shnusha, më të shnusha ka qenë një nëndeg, e një organizimi të LDK-s, kur ka fillu se sot nivel të shtetënor. Ka qenë shpirtat poqë, pa asë një cent me punu në atë ditë me dhonë, jam me Sa morë. dërë pak jë bu një është interesia, dhe ka ndryshu kua, kapitalizmi. Ka ndryshu kua për ku jebë. Hajde tash. A për animoj kush më thua, hajtë bënë shtetë, a animoj kush në muj, a kem në muj. Ja, së mërë kush Pse vike Amerika, thike bënë qitonë kryke, a konë ndamat në bi. Pse s'po dima tash? A kem gabu dikun? Pe kritikujnë, e kanë kritikua zërtarisht e kur të... A kem gabu dikun? Hej, unë po thëm ty po flas, a kem gabu? Falemderit për gjithë të cilët që ka bo punë të mirë. Hej, falemderit. Kur për të kësia kërkuj? Me 28 dhjetor, nëse zgjidh një deputet, për çka keni më angazhu për në kuptim me formu qeverin? Qysh e sheh qeverinja mas 28, kush me kanë? O të kanë, Ibrahim Rëgova, jam në zënë si ti. Demokraci, që s'mon vetë, duhet vetë mi bo, për luftoj mi bo vetë. Që nuk mund vetë, duhet mi bo. Bili shpesh herë, na i thejke që kjo fjallë nështë ta nuk është e mirë, po ka herë në humor, thejke ma mirë me një dresi ma të vogël se me një dresi ma të ma. Që si kivu, duhet me të kecën ma të vogël. E pa tash, gëm, duhet me i bo vetë, që mund i bo vetë, që s'mund i bo vetë, duhet shteti. Shteti është mi gjitha, shteti në siguri, shteti në arsimin, shteti shëndetësin. Të në këto, lami janë që kemë nevoj më forcu. 1 miliard i kena hupt për në muj, 1 miliard, hajde 1 miliard me pasin kuadru, 1 miliard, për qëtë një vjetë, që tash, gjërtarisht të që në hupt, kuj shumit? Qa këshëm bu, so fabrika këshëm dërtu, so autobana këshëm dërtu, 1 miliard i kemë hupt, kush o përgjes? Që 10 vjetë asë një autobanë së ndërtu. Kush o përgjes? Hajde, dhe të merë dikush, unë e këmë dëgju, tash po flasë të kurt, e këmë dëgju, që ama mundësin të përmaj kryesin e kuvendit, e këshyrë në për qeveri. A o qështu? A o bon? Pse e shtytën dhe i tash? Pse i hupëm dhe i tash? Pse LDK-ja për 9 muj dit ka thonë nësë pëdu me kërkan. Si kom pëdu? A përse që ka ditë qëtu? A keqa mirë? Mirë Bënë me tjerë? dhe që të ka thonë me kërkan. Mas 28 dhjetoret. LDK-ja ako që ndrem, edhe nëse dhe lepora, ka i komat preferumë. Unë ka preferumë. Unë e mendoj, që unë do të bëtham jam një zonë, kem strukturë LDK-s, mrena. Tash, thonë një mendi, po mendimin të duhet marrëveshje politike për punë të mëdha. Vinë edhe këtë botën. A du të me pos vijat kuqe? Po, mirë, duhet me pos vijat kuqe se shqiptarja, po du të bjau të rejë vjetën, esni se gabim njeni, gabim të malë. Jo me pos marrëveshje ti heqë nestra. E ti po luj me ty, e ti i hajvan, e unë jam i meqëm. E qa ko në vetë vendosje të meqëme? Zgjellë, këshyre listën. Kryetari i kuvendit. E që më janë do mojnë qaja, ma një mëse qa. E që ka ko, lehini regjistër kajtë. Shefja grupit me mu zakusore. Leti, unë po du më të kalzu, na mujnë me thot që ka dush, po levizja vetë vendosje, unë po thëm levizja vetë vendosje, s'po du me hinë të tjera të qenë mrena, vetë levizja vetë vendosje, po du më merë me levizja vetë vendosje. Hajde. Jënë emna që s'jënë kokore, për herë pore që e gjërët logarin me hinë të potet. Qka ko bëndësia me afru? Lidhja demokratike ka akademi, ka njësë mbrapa vete, ka familjet mbrapa vete. Unë e sëtë që tash, që edhe të jeri djali Sali Qekut, familja Qekut, edhe vëllavi Sali Qekut, të jeri në familjet e Hakimerit, të jeri në familjet e Ismet Rahmonit, të jeri në familjet që kanë dhonë, kanë kontribu, i Drezrecit, Sejdi Kocës, të më gjitha familjet e shnosha Mortezajve, Valen Mortezit, Valen Mortezit, familje që su thuj kur në procese për të mirën e Kosovës, edhe ai ka mujtë qka dënë me kanë, dikun edhe kanë lutë, edhe ka thu, jam qëtu se vetë mja rrugo. Kur që tjertë, disa tjertë si Miza Koli, disa këtilat liga, për 100 euro që ka dush. Edhe atu për na bojnë dëmë. Na kanë bojnë dëmë.
Tash kanë fillu më vëdesu, ju në një, se për pajlon pak mungi, e më fryta, të shumë të rëshelli, vadet një të fryrë, edhe tani sheni gjithë kur qako. Pa ju dho pak pushtet, nuk e di qka janë. Ju kem dho pushtet, i kem po. Që 5 vjetë. Unë e mendoj, edhe i thras Drenicën, e dini fuqin teme, e të familjes teme, e temen personale, e të familje të shnusha që janë në Drenicë, e në Kosovë, dilni votoni, votoni Lidhjen Demokratike, votoni numrin 123, ko mrena me zgjedhë që du, po edhe unë jam 33. Nuk jam deputet veç i Skenderajt, nëse dëzje, po jam deputet i Regionit edhe i Kosovës. Për punë të mira në interesin e madhë. Unë e mendoj që kam e leviz në drejtim pozitivisht. Frym, unë jam rrit një familje të madhe. Familja madhe afron gjithë shka. Edhe diçka që jo jashtë kontrolli, ka herë të keni më shkollë me dal jashtë kontrolli, është familje që ka lidhje, është demokraci. Ta pasudan. E përmenen një moshë, dhe në komu i pat vetë, një antori familje stju djoli vlovë. Do këtë ka konkurru me Guxhan. Po pasonie ju një familjore. Hej, mendim, si kur t'jem tonë, 99% një mendim, qka i bjena ja? Kur që se, pasonie. Edhe rëguvëm do këtë i ka pasit shtu parti tira vetë. Shumë, hajde diçka të jo veç neve, jo veç neve, dilni dhe dikush diçka. Na jem një fuqi i vllazit Geci, jem vllazit Geci, 6 vllazit Geci, një vëlla ka një djalë, është e vërtetë, është pasonie jonia familjare. Dikush e bërë tragjike, po edhe këto faleminderit që pyete, po pasonie jonia familjare. E paso begati o demokraci, pak të shkunullën, po më të në mendimi pak shkunullën, në mendoj që është idiot me jo se me ato, na mendojmë që qatë ven, kush është qatë që ju hi, që është qatë që është i varë për dikuj nuk ka, edhe shumë mirë. Une, na jem 99% vllazit, familja, misia, dashamirët janë për falenderës të gjithëve. Por edhe ato, na drejtim thash edhe njerë është pasoni. Qoftë dhe më të neve, dhe të din gjonë tjertë. Politika është politik, e vllazni laku është vllazni lak. Qysh përshërë dhe heqin e Lumir Abdixhikut për këto vjetë mrena LDK-s. Ka njëherë du këtë shumë kërë ngritë, më thuj sa me thona, dhe me shprej popullore, edhe në të proceset mrenshme, e kam përshtypjen që dhe njerëzë nuk i ka dhonë shumë hapsir mrena LDK-e dhe më rikëthyje dhe që jenë me dhe struktura jashtë për shka këte natë. Unë bendoj, unë tash që ku mujtë me po, ka fillu, se qëre, gjdo udhes në fillim, mojnë mento, unë kom qenë vetë udhes, edhe dikush të thëtë kështu, u këtë gjazer, unë e kam qenë kryetar vike njonim të këtë që kjo është ban heq, kjo katastrofë, shuj ti, atë ku hapo shkanë, ai ka fillu, po ma mërmenja, edhe që ashtu do tjetë, ka fillu me i kuptu, ka fillu me i afru, unë tuk pidi, jo që po thamë për veti, djallë në rëguvë, se diso, po kolla aty halo... Qa mënimi këne edhe për ukën që u këthy u hi? Po familje shajtë, ne i thash një ditë dikun, familje shajtë, janë familje ashorje shajtë, Ja nisi do një ka gërvollo me thonë na jena, LDK ja rëguva na jena. Po tha këtë e morë, po i tha të shpia jam që të më zotu, se si jeti e dorë jashtë vijau. A se kanë lënë më shumë? Jo, se ka... Jo, dhe që tash e kem po, kem respektu, dhe se dim edhe atë drejtemi, kem në ruaj, kem historia, gjithë kush edhe ata dhe na, po kur të qitë shpërte, mos i dilë përte, se qëtur nuk je, me levizjen vetë vendosje, ka programin e vetë, parti shqiptare është, rrugën e kod vetë, rrugën e majtë e ko, me po udhesa të tina që përshojnë Leninin dhe Stalinin. Kush e përra? Udhesat, këshiltarët e Albin Kurtit. Për mbrapa shpine që tash me analizat, unë i ka me emnat të mbi emnat, nuk jam këtu sëd me fy kërkon, apo këntër, po unë mendoj që e majta është e dëmshme për shqiptari. Je konë se edhe personalisht e se familje ofër rëguvës shumë. Po. Edhe dënë so ka udhejqaj, edhe një 4-5 vjetë Gjosh Sobon që është Albinje tash kryesur lideri kryesur në vend. Qysh është të dy konceptet të dhejqës mi krahaso? E qëre, shumë heri në dëgjë që i bojnë është maj madhe, është maj vlitë, po qysh krahaso të rëguva me Albin Kurti? Hej, është merë, ajtë që bëndan ashtu. A i marke shumë përse e thejke, hajde apet bohëm të mbashë. Bili, jo që ju thejke, po thejke duk në avynë shumë. Njërë solide diçka, thejke edhe tjetë du të me morë kapak, edhe tjetë du të me afru, se demokracia na pasorojnë me ndimin. Jo veç na, ja vëdhëm këtë qeverin, edhe zjetë pora, dyte ja kalë bajra me zjepet, Tani Ramushit ja kalë, po nuk mund është drysh me funksionu, reglat janë mrena s'ke me mujtë me funksionu, që s'ka marrëvesh asoj rodhe. A ka kush, a na barë kush ne të? Qëfar shteti funksional jem që s'kelet kushtetuta?
Unë jam për respektimin e ligjit e të kushtetutës. Ato regla do të me zbatu. Duhet me bo marrëveshje se s'ki qare, po më si quj hajvana. Se tani me që ata hajvana, ti po duhet më shkue me bo tani ma hajvan se ata. E po, lufta është me u afru me qitë gëj. Më afru shqiptar jena, unë me ndaj ndryshe, ti me ndaj ndryshe, po për të mirën e Kosovës, shteti ju në shtaj që në bashkë. Mesazhi i fundit për votuesit para se me infoshosh zgjedhore edhe për gjitha partitë politike. Mesazhi i fundit për gjitha partitë politike është uniteti se shteti na duhet. Shtetin e kem në rrezik. Nëse vazhdojmë këtë shtetin e Kosovës e kem në rrezik. Unë i thras partitë me kon jo përqarse, me programin me luftu, programin që e kanë, qaj që jo maj mirë, ata të letë e vlerësujnë, po më rëndësi është me punu për shtetin e Kosovës për të mirën e përgjithshme. E thras lidhjen demokratike, se kam qenë me thash me gata, njerën thash ty, që ata të votojnë numrin 123 lidhjen demokratike, e kanë atë mendje, atë shpirt, ju në reaktivizu dhe ju kom thirë, edhe atëre dhe t'jem, në këto 2-3 ditë dhe t'jem mërgat, që të votojnë lidhjen demokratike nëse e dojnë shtetin e fortë Kosovës. E unë besoj që mërgata e përkro, po edhe mrena ajo stres që është e heshtur, duhet mu aktivizu se s'kena shtet mirë fill pa lidhjen demokratike. Për ata jam këtu, edhe një mesazh gjithë aty në që jenë sot në strukturë, të mendojnë pak ma shumë, duhet me jafru njerëzit jam i largu, duhet mos mu përqa, mesazhi shkon për krejt dekt ku janë përqarjet, bashkë mu jem të fort. Pa njëri tjetrin nuk jem të fort. Duhet bashkë, ka fush veprim, duhet bi kuptu që nuk jemi fort nëse unë të largoj ty si shëq, ose ti nesta më më largu mu, që kjo gabimi i LDK-s, ma shumë se i tjerve, duhet fryma e afrimit e bashkimit. Kjo rrugë e rrugovës, e urtësisë, e të mirës për shtetin e Kosovës, nëse e dojmë një shtet stabil edhe për fëmijët tonë. Kjo është ta mesazhi i fundit që unë po do më Ju falenderoj shumë, është kënaqësi e jashtëzakonshme. Faleminderit. Shikues të nderuar, shihemi në emisionin e radhës. Ju falenderoj për vëmendjen.